Të nderuar shikues, ju përshëndes nga Drenica dhe pikërisht nga stadiumi i Skenderajt, stadiumi Berm Aliu, ku në këtë moment sapo është shpallur kampion i ligës parë ekipi i Drenicës. Jam me Tanerin Bilbil Sokoli, një nga emrat më të spikator të futbollit kosovar dhe sot shijon edhe suksesin e Drenicës kampione. Urime profesor. Faleminderit shumë. I kënaqur për punën, për kontributin dhe për këtë sukses. Me rëndësi, ne kemi kry punën tonë, Drenica është në Super League, lojtarët, futbollistët janë më të merituar, është udhëheqësia, janë trajnerët që kanë punu një punë ekipore e cila ka sjellë sukses dhe tani e presin sfidat e reja në Super League dhe kjo është me rëndësi. Për tani është me rëndësi, Drenica është në Super League. Rikthimi pas një viti pauze, me çfarë projektesh do të vijoj për Drenicën? Është herët me vol për projekte, sepse projektet u marrën nga trajnerët, është udhëheqësia e klubit që i ka projektet. Ne do të shohim në çfarë drejtimi do të shkojnë këto projekte dhe pastaj mund mirë, tash do të gëzohemi, tash do të festojmë, kurse për projektet e reja të shohim ditëve në vijim. Një shkodran si Antonio Marku, pjesë e Drenicës kampione. Po. Shumë simbolik Antonio Marku nga Shkodra, sot shënoi 3 gola Iqbal Jashari, familjes Jashari, dhe vërtet ishte fest këtu në këtë stadiumin e Skenderajt. Dhe sido që t'jetë, unë po mendoj që kur është në pyetje Antonio, një mbrojtës i cili ka dhënë jashtëzakonisht kontribut të madh në inkuadrimin e Drenicës në Super League, ka qenë një prej shtyllave kryesore të mbrojtës në ekipin tonë dhe shpresojmë që sukseset në vijim nuk do të ndalen. Unë jam optimist që Drenica do të jetë ekip shumë stabil në Super Ligën e Kosovës. Profesor, dhe një urime dhe suksese në vazhdimsi.